أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وبعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه لا يقتل نفسا ظلما إلا كان لابن آدم الأول كفل منها صدق رسول الله فيما قال وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Gjunohi ban ndikim në jetën e njeriut. Edhe ka sigurisht ndonjë arsye dhe urtësi pse Allah subhanahu wa taala I ka ndaluar haramat edhe gjunohet, edhe mëkatet. Edhe në Kur'an edhe në Sunet është mjaft e përpunuar dhe e zbërthyer që këto gjunohe që I ka ndaluar Zoti janë në dobi të njeriut, për çfarë janë edhe të ndaluara. Janë në të mirën e njeriut. Normal një njeri I paudhëzuar, I cili ende nuk ka arrit të kupton jetën dhe realitetin e saj, dhe të kupton që haramat dhe gjunohet duhet të ishin edhe logjikisht të ndaluara. Për çfarë dhe Zoti edhe I ka ndaluar, edhe ka qenë rrugës që një besimtar të mos ketë asnjë kontakt fizik me asnjë gjuna edhe haram në këtë jetë. Për faktin se fusha tjetër e halalit është mjaft e gjerë, e disponueshme dhe mundet me kalu jetën njeriu pa asnjë pengesë dhe me plot kënaqësi me halal dhe me punë të mira e të hajrit pa patën nevojë që të komunikojsh me harame edhe gjunohe. Asnjëherë në jetë, sikur që e ka përmend Zoti, domethënë dhe ata të cilët besojnë. Po gjunohet dhe këto mëkate dhe harame që po themi ne kanë ndikim tek njeriu. Do thonë nuk ka bash ashtu thjesht, e bëna një gjuno, e bëna një haram dhe vazhdon jetën. Realiteti është domethënë nuk mund ta vazhdojsh një jetë, si të them, kualitative dhe cilësore, ose e vazhdon, ama është pyetja që si e vazhdon, me plot vështirësi, edhe me plot kufizime e ngarkesa, e turpe, është një jetë shumë e vështirë, jeta e gjunohave dhe haramave. Na, elhamdulillah, domethënë jemi besimtarë dhe ndjekin me mas shumë të lartë fjalën e Zotit dhe traditën e pejgamberit alayhis salam. Edhe ruhemi prej gjunohave dhe prej haramit si prej zjarrit. Nuk do të thotë që bëjmë ndonjëherë lëshime gabime, se jemi njerëz, ama në mas të madhe dhe në fokus të vëmendjes në jetë kemi që prej haramit të ruhemi. Ajetin domethënë që e lexova, Allahu ka bërë urdhër që besimtarët të ruajnë veten dhe familjet e tyre prej gjunohave dhe harame dhe kufrit dhe shirkit pastaj. Edhe në këtë fuzë domethënë duhet, si të them, përgjegjësia bie mbi ata të rriturit në familje, domethënë baba dhe nona dhe të tjerët, që ta frymëzojnë familjen, brezin e ri, gjeneratën e re, që prej haramit ta ndërpresin shpresën. Të mos krijojnë shpresa të kota se me gjunohe mund të bëjnë karrierë, mund të bëjnë kapital, mund të kapësh poste, mund të bëjnë një jetë të mirë. Humbën këtë shpresë, këtë duhet me luftuar. Edhe pse realiteti, domethënë, gjithandej në botë, pa përjashtim, shumica e njerëzve që kanë arrit diku, do të thotë, janë njerëz të cilët nuk kanë respektuar shumë kodin moral dhe kodin e besimit. Dhe gjeneratat e reja pastaj e kanë marrë si shembull, po jo që filoni me këtë, me atë, kështu, ashtu, me harame, që kanë pasur një sukses, domethënë, në afat të shkurtër tash. Pejgamberi alayhis salam në hadith për ta treguar këtë vërtet ka thonë në njeriu mund t'i pengohet risku shkaku I një gjunohe që e ka bëhen. Kjo është domethënë ky hadithi në këtë temë, dhe është I njohur. Dhe pikë këtij hadithi
dietarët kanë dalë me këtë vendim, që po them se gjunohet kanë impakt, kanë ndikim në jetë. Ato ndikojnë në statusin social të njeriut, në statusin financiar, në statusin familjar, ato ndikojnë në sjelljen e njeriut. Njerëzit që merren me harama dhe gjunoje kanë sjellje tjetër nga ata që janë domethënë të rrugës së Zotit. Edhe po mendoj keni pas rast me i pa vërejën në takim. 5 minutat e para e vëren në sjellje se ky njeri i takon atij tabori apo këtij tabori. Ndikon në sjellje. Hadithi pejgamberit alayhis salam, nëse bani një gjuna, do të pengoheni nga risku, nuk ju hec puna. Edhe nëse jo xhallar këtu, atje ndodhen herë, shpesh herë domethënë me popullatën kur ankohen se diçka themi kohëve fundit nuk po hec puna. E keni pa në familje, ndodh. Prishën gjonat, shkojnë kot e kot, nuk vjen kulli rasti, shanca, e shaf që s'ka bereqet, angazhohen njerëzit, punojnë. Adi këtu unë kam njerëz familjar që kanë edhe ndërmarrje, dhe kanë sukses edhe punëtore, dhe kanë kontrata pune që punojnë vazhdimisht. Edhe më lajmërohet, më thotë hoxha kohën e fundit, këtë bën rregull, edhe kemi kontrata pune dhe i çojmë punëtorët edhe i mbarojmë punët me sukses edhe me kvalitet, këtë pa probleme. Në fund të fundit kur shikoj thotë s'ka asgjë. Kemi problem financiar, megjithatë punën që e bëjmë. Sikur që ka thonën njëri dietar i gjeneratave të para, thotë e bona një gjuna, 6 muaj Zoti ma pengoi namazin e natës. Nuk ishte punë mu çu mu fal nafile namaz. Sta mundson Zoti, çish dush kuptoje. Kote kia, ti mundesh me dëshiru, me mend, ti e din çka është e mira. Nuk ta lejon Allahu subhanahu wa taala. Nuk të mbështet Zoti për atë punë të hajrit, për një mëkat që e ke bën. 6 muaj më pengoi Zoti nga namazi natës për një gjuna që e kisha bën. Apo, a di çfarë gjunoj? Për një njeri që e kish takuon të qajt. Të qajt me zhlise për frikën e Zotit kushtimisht. Ki tha unë në vete thash, ki janë hipokrit, munafik, se ka për një be. Por që këtë fjalë, 6 muaj më hiki namazi natës, e isha të menduam po nesa fjalë, sa gjënohet, që si gjënohet, me shke e femra që kalin për rrugë, të i etiketu ish pa ndërpre. Kja shpion, kja shajdut, kja munafik, kja rëndës, kja tradhtar, kja mendje madh, kja pis, që si mua bete na, ish pa fre, ish pa ndalë. Gjënohet ndikojnë në mirëqenjen e jetës. Ju blokojnë, ju izolojnë krejt. Të paralizojnë. Shumë duhet me diskutu këtë çështje. Se pastaj, jo sihiri, jo bomja, jo siri, më lene të më bete njëherë. Ti derë njëherë dush më pastruon nga kjo që po them. Leni gjunohet, se gjunohet të pengojnë në jetë. A i shkenca për shembull është munduar apo mundohet ta zbërtheje, sigurisht. Mi po pejgamberi alayhis salam shpesh herë këto që i thojnë filozofë sociolog që mundohen ndërshekuj, pejgamberi i Zotit me di fjalë përfundon. Këtë proces, nëse keni pas rast. Çka që po them pejgamberi alayhis salam ka thonë, çdo gjuna është një pikë zezë në zemër, në mënyrë figurative. Ka thonë dhe aq më shumë gjinohe, aq më tepër pika të zeza në zemër. Derisa zemra mbulohet thot nga një stres e errët e katronit pikave të mëkatit. E mbulon zemrën, thot, dhe në atë zemër as nuk dele keqja që janë shati, as nuk hin e mira. E vullos, thot Zotit, ting, edhe mbetesh në qatë status. Që po them, që po mundojmë na të shpjegojmë. Çdo gjuna është një pikë zezë në zemër, dhe vazhdon të errësohet zemra, nga gjënohet deri të mbulohet me një stres, edhe e vullos Allah subhanahu wa taala. Gjënohet ja u errësojnë jetën, edhe e vështirësojnë atë, edhe e bojnë jetën të pakëndshme.
nuk e shijon jetën sikur që e shijon një besimtar i devotshëm dhe i moralshëm. Që është i ngritur dhe i sjellshëm, që merret vetëm me gjërat që i ka lejuar Zoti dhe krijon një perandori, një botë dhe një rrjet shoqënie miqësie, edhe një botë ku ai komunikon dhe frekuenton vetëm e bazuar në halal, objektiv, krejt bardhëzi. Këto njerëz besimtarë të devotshëm këto e shijojnë jetën ngadalë dhe kënaqen për çdo çast që rrjedh. E keni dëgjuar për shembull në hadithi tjetër. Pasuria është të pajtoheni me atë që jeni dhe me atë që keni. Kjo është di fjalë. Ama është thelbi i besimit, thelbi i kësaj jete. Hajde gjojë një njeri që po pajtohet. Gjojë një njeri që është i pajtuar me atë që është dhe me atë që ka. S'po pajtohet. Ka problem me besimin. Para dhe më them, besimtarët e devotshëm dhe objektiv të moralshëm e jetojnë jetën në çdo çast që rrjedh janë të kënaqur. Për shembull, në hadith tjetër pejgamberi alayhis salam ka thonë, çudia është puna e besimtarit. Nëse i ndodhin sende të mira në jetë, e din adresën. Falënderon Allahun. Nëse i ndodhin gjëra të padëshirueshme, ban sabër. Dhe mbaroj. Këtë filozofia e jetës mbaron. Gjunohet ta errësojnë jetën, e vështirësojnë, e bojnë domethënë të pa aft, njerun e paralizon, se në përjeton, se në shijon shkaku i haramave. Edhe gjunohi të len të vetmum. Se ti s'mundesh për shembull me dalë me komunikuar me një botë kur ti je mëkatar. Ti duhesh me ditën se si mëkatar, kushtimisht po them, njerëzit të distancohen dhe të distancojnë. Njerëz të mirë, ti mundesh me marrë në kontakt vetëm me atë shtresë dhe kategori e cila është në harama me ti, ama ato janë njerëz në gishta. Ti nuk e ke atë autoritet si mëkatar, si gjunahqar. Ti nuk e ke atë respekt në shoqëri, atë dinjitet. Nuk ta dhurojnë bota kot e kot dashurien dhe respektin nëse nuk e meriton. Edhe si gjunahqar i humb lidhjet shoqërore. E humb respektin tek Zoti, e humb respektin në familje. E keni pa ka familje të mira, punëtore, të udhëzuar që janë dhe hesin rrugës e Zotit dhe kanë shoqërie, komunikime, autoritete, dinjitete, okej. Në mesin e tyre del njëri, edhe pse je nga fisi o gjaku dhe familja fisnore, ama ti si individ përjashtojnë. Përjashtojnë, gjunahqari është i përjashtuar. Për atë duhet mu rujt, janë rujt bota e lindjes edhe perëndimit. Edhe atje kur kemi qenë edhe këtu, kemi vazhduar të ruhemi e të mbrohemi prej gjunaheve. Duke e ditën se rezultati, efekti është shumë i damshëm, edhe atë shumë fish i damshëm. Gjunohet u adopsojnë zemrën, në kuptimin karakterin. Dietarët kanë thonë gjunohi të adopson edhe aspektin fizik. Tash këtu për shembull aspekti fizik, merr drogë, pi alkool dhe substanca të tjera të mërmenja që dëmtohesh edhe fizikisht. Prej haramit të dëmton edhe fizikisht. Ama harami të adopson karakterin. Nuk ka njeri që merret me gjunohe e që ka karakter statik të burrave të themi. S'ka shans. Ai vërehet. Futen nëpër mezhlise kudo që të jetë, që thash gjunohi ka ndikim tek sjellja e njeriut. Të blejnë bota për 5 minuta sa kilogrami ken kanar. Në kanarin e moralit. Nuk mundesh mu bo ndryshe. Fjalorin, opinionet, paragjikimet, bisedat, tematikat që i shpalos një mëkatar, gjunahqar, vërehet në 5 minutat e para. Mendoj kini nejtë edhe ju ama nesi o zhallar. Për shembull, tema zinoja, alkooli, droga, rakia nuk janë temat e mia për shembull.
Ama kur ulesh me dikan që janë asaj dore, ja fillon, domethënë, ta interpreton botën e vet. Shpesh kur ulem këtu, ti s'ke nevojë me vet atë se çka. A më ja fillon. Promë një kafe, përnat mu prajtë me briska, i rash me shishe, ma shiti, s'mi dha, e kështë pas në gjep, kojtë di unë ndikon në sjellje, s'mund është ti mu konën me atë botë të merë, si ka për nga merë a.s. në hadith. Si jetoni, qështu keni me vdek. Qish keni vdek, qështu rinjalleni. Matematik, se lëviz kur zhon. Ke jetuar me halal, me veprat mira, me dashuri, solidaritet dhe respekt e me moral, edhe me ibadet, vdes qashtu, ta mundëson Zoti vdes me shahadet. Ke vdes me shahadet, rinjallësh me shahadet. Ke jetuar me rena, bagatella, dallavere, alkohole, harame, gjunohe, mëkate, zollume. Te apo prisë ti ta sen Zoti shahadetin, qish jetoni, qashtu vdisni. Qish keni vdek? Për të zi. Po qashtu në gjallëni, për të zi. Matematikat hinore. Edhe gjunohi e sjell hidhërimin e Zotit në jetë dhe në familje. S'ka dyshim që Allahu nuk e pëlqen as personin, as familjen, as shoqërien e cila ban gjuna. Në Kur'an ka shumë ajete që ne nuk e kuptojmë gjuhën arabe. Në këtë formë Allah thot, a nuk po shikoni çka i kanë bë popujve, pastaj numëron. Edhe arsyen e tregon Zoti, pse atë popull e ka dënuar, pse këtë popull, për gjunohat e kanë fjalën. Gjunohat e pengojnë edhe zhvillimin e shoqërisë dhe të shtetit. Gjunaqari e ushtron një ves shumë i keq, edhe është marrë me mërrinat nivel me pas guxim. Kjo është shumë rëndësishme. Ti të kesh guxim, ti bëjsh Zotit gjuna. Njerë para veprës se kam fjalën. Për shumë Allah e ka ndalu zinojën. Raki, renën, ko e diu në huduti e shamja, gibeti i ka ndalu Zoti. Nëse e ke morë një iniciativë, do me e bo një gjuna, para se ta diskutojsh gjunohën në tokë, ti duhesh njerë me diskutuon gatishmëria dhe guximi që ti me i thonë Zotit, jo. Gjunaqari me ndihmën e shejtanit, këtë vesë e ka shumë të zhvilluar, është guximtar, e ki pa të ne përpara në shoqëritë tona tradicionale, klasike, me ato fshatra tona, agjerojshin bota. Edhe me pas dhe një që nuk agjeron, nuk u vëreke, se s'kishte guxim. Kur artën a pastaj u prishë sapi, kur që nisën do me pijen kafe të diskutoshin do vite. Kosovë e Maqedoni, më pek drekës në Ramazan, Gjalliagës Haxhi, ati për rreth të shku në xhami, popullata shqiptare muslimane, të shku në xhami, Gjalliagës Haxhi në kafe, më pek drekës në Ramazan. Nuk ishtë probleme a pëse se agjuron. Problemi është i guximit. Do vitë më herët kështë e manë men, gjithë shpesh e kam përmen, në trojet unë për kënë vi rakia nuk përdorët, as ndarës mas ndeke as hiq, se ekziston raki, të ne, Kumanov, Likov, po flasë. Dikur, ndikimi dhe përkrahja e shtetit monist, që u patën dalashitën do, me teorien e Marsit e kujdi s'ka zote bota që të në rrënë e feja në shopiume, ja fillun me përdor alkoholin, fshehurazin një herë, privat, se të ne nuk shërbehet, nuk përdorët. Guximi mi thonë Zotit, ama ti e ke ndaluan haramin, zinojën. Ama une kam guxim edhe me të nejtë kërshi. Kjo të thashën shmarë, kjo anë trishtim. Kjo anë për të qajtash, nuk e di, edhe Allah i në rujt, nësë kemi pasën guxim, dhe nuk kemi guxim me i dalë Zotit kërshi. Nuk jam me lajke. Mund gaboj, me plët kuptimin e fjallës gaboj, se kam vetë dijen, e ka humum kontrolin, jam mashtruar lakmia, interesi,
kam mendu diçka, ama ta ushtroj guximin, ajo është katastrofë. Edhe gjinohi u ahup statusin shoqëror, që thash, e humb respektin në popullat dhe në familje e në shoqëri. Kurkush nuk të ban mall, ma shkurt. Në shoqërinë islame po flasej, se më konë më perëndim bazgjinoj pera ki, veshën mbrome me kravat, parfemosat me parfumë më të shtrenjtë ka makinën del në shoqëri, zhvillon biseda, s'prish pazar, hiç kur gjon. Te ne është ndryshe. Te ne ndryshe, vajzën me talip alkohol i qari s'ja jep. Jo s'ja jep. Ku dola këtu t'ja u them. Është ndaluar me ja dhon. Vajzën, një djali musliman alkoholik, që pi raki. S'ke respektis me harame, së në shkon me truki derën e njerëzve fisnor, familjar, me o gjaket temel, e me tradit kombëtare dhe fetare, ku agjerohet, ku falet namazi, ku mbështetet kauza shqiptare, ku respektohet tradita, ti me kopuk me harame, se në futesh këtu, ti ke dirt të mbilura. Edhe harami e ka parafunit një të keqe, përfundimi është i keq. Ka një lutje profetike, nuk e di këto e din popullata jonë, gjatë jetës duhet me lutën Zotin, vazhdimisht me thonë, o Allah, përfundimin, fundin, do më thonë, vdekjen, na i mundson një përfundim të mirë, të hajrit, me imane, besime, dashuri, okej. Këtë duhet me botan jetën. Ka thonë në ulemat, mëkatarët dhe gjunahqarët, një nga format e dënimit është përfundimin e kanë të keq. Ju e dini, ja prej pushke, ja prej belaje, ja mburg, ja gjakderdhje, nuk e di, që si muhabeti. I njerëzve që merren me harame e kanë përfundimin e keq në këtë jetë dhe lon pasoja në familje. I le bela familjes. Këtë di, borgje, hake, zollume, gjakderdhje, edhe pa dishim dënim në botën tjetër. Pa dishim ati. Për këto harame dhe gjinohet duhet mu llogaritën para Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe ka efektin e keq se shpik bidate. Dhe më thonë në mahallën tonë, në fshatin tonë, e në qytetin tonë, për shembull nuk pijet alkoholi. Edhe ti ke filluar me pi alkohol publikisht. Fillojnë të shohin meshkuj dhe femra të gjeneratës e re. Edhe të kritikojnë, bisedojnë, ama kadal fillohet, i mësohet siri me pa një njeri që pi raki. Ti ke qitën në fshatin tonë, qytetin tonë një bidat, ti ke fillu me morë drogë, shet drogë. Ne nuk e dim çka droga. Gjeneratët e reja fillojnë me komuniku informacionin, shofin të nin, do më thonën gjunahqari të mjell pun të këqia në familje dhe në shoqëri. Ti si mësu me pa burra që shkojnë me gra të huaja, as gra që shkojnë me burra të huaj. Kjo është rrëpsisht ndaluar, që njerëzore, amoralitet. Ti s'ke pa burra me burra mu martu. Edhe nuk duhesh me pa. Hope shaf një, fillon komunikon edhe del në televizor të na. Në shtetin tonë atje. Edhe meshkuj femra në ekran televiziv, në çdo bromje, po çka ka lidhur që edhe ki po ha po pi, po flet, po na tregon men, është i martu me burr. Harami të sjell harame, zollumi sjell zollume. Bie shoqëria, edhe zbret dënimi i Allahut subhanahu wa taala, zbret dënimi, ne dënimin e Zotit se në zbërthejmë, se në kuptojmë. Paga shumë, ama me shia, me thata, me bora, me minusa, nxehtë shumë, a luftra, nuk e di, tërmet, vërshime, e ngrinë Zoti bereqetin, hajri, nuk e di. Si të përhapën haramet në një mjedis, dhe ju nuk i luftoni ata, Zoti i përfshin zjarri edhe të njomin për skënj thatit. Allah subhanahu wa taala inshallah na ruaj neve dhe familjeve dhe shoqërinë tonë prej haramit. Edhe qasemi halalit edhe knaqëm me halal se është rrugë e gjerë
dhe hapësirë mjaftueshme, ne halallin nuk kemi arrit ta konsumojmë, ta përjetojmë. Atë shumë as i gjerë, nuk kemi nevojë për haramin absolut. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.